Liçeni i Shkodrës do përfshihet në programin Njeriu dhe Biosfera, ku synon që të sjellë ndikim pozitiv. Një gjë e tillë konfirmon Dagim Dardha, drejtori i administratës zonë të mbrojtur në Shkodër, së fundmi është finalizuar dhe aplikimi i bërë nga Ministria e Mjedisit për ta përfshirë në UNESCO. Që ka shumë benefite dhe ideja është njeriu dhe biosfera. Çfarë do thotë? Se si duhet jetojë një njeri në një sistem ekologjik duke pasur benefitet e saj, jo vetëm njeriu, por edhe gjithë natyra. Një rëndësi tjetër e veçantë sepse kjo bëhet merr një pasaportë ndërkombëtare, edhe rritet të vera, jo vetëm tek pjesa e gjendjes aktuale, por edhe bashkëpunimit me Malezi. Tani e dim se edhe pjesa e Malezia është pak kombëtar, dhe pjesa shqiptare është pak natyrore, ndërsa përfshirja në sistemin e njeriu dhe biosfera nga mund të themi që mund të kemi një tërësi të mbrojtjes së kësaj liçeni të Shkodrës. Por shumë këtë keq kuptohet tek pjesa sepse nëse liçeni i Shkodrës hyn tek rrjeti i UNESCO-s është gjithçka ndaluar, jo. Prandaj është edhe programi njeriu dhe biosfera, që duhet liçeni i Shkodrës ta shfrytëzojë ato resurse që ka, por duke mos dëmtuar natyrën, duke qenë në harmoni me biodiversitetin dhe vlerat që ka liçeni i Shkodrës. Besoj dhe shpresoj që kjo do të arrijë derisa dokumenti është përgatitur të dërguar nga Ministria jonë, që ne kemi pjesë të rajonit të Shkodrës, ta kemi një pjesë natyrore në pjesën e UNESCO-s, siç është edhe rasti i Luvi Gjosa dhe pjesës tjetër të Libratit. Dardha ndër të tjera tregon se përfshirjen në liçenin e Shkodrës në UNESCO synon dhe të minimizojnë problematike ndryshme, siç janë peshqimi i paligjshëm, ndotja e liçenit e të tjerë. Problematikat që janë ato duhet minimizohen, sepse janë edhe detyrim edhe ligjor që ne të jemi pjesë rezervës, por edhe rritja e bashkëpunimit mes institucioneve, po kryesisht në pjesën e Malezi, pra rritja e bashkëpunimit në pjesën e Malezi, mos janë thjesht në rastet e konferencës ose takimeve në kuadër të projektit, do të keni bashkëpunim të bashkëdhshëm për menaxhimin sa më të mirë të liçenit të Shkodrës nga dy anë të kufirit. Sepse natyra, shpend, dimësia nuk ka kufi dhe nuk duhet të ketë kufi as në menaxhimin e së liçenit të Shkodrës. Aplikimi për përfshirjen e liçenit të Shkodrës në UNESCO pritet që të sjellë bashkëpunime ndërkombëtare.